arsye që të gjithë shqiptarët i dëgjojnë dhe nuk vrasin mendjen të sonore, dalin që çfarë po thot media. Se gjithë media është përqendruar tek tenderat. Tenderin e mori ai, e mori ky, e mori me të drejtë, e mori pa të drejtë, e mori me mik, e mori pa mik. Oret njerëz, o qytetar shqiptar. Mua dhe juve nuk na intereson kush e mori tenderin, sepse tenderin një tender, çfarëdo që të jetë, do ta marr dikush dhe do ta kryej atë që ka për të kryer. Natyrisht do marr 30% do t'i marr ai që ja jep tenderin, 20% do t'i marr ai që është mesiti, si thua, ai që është ndërmjetësi. Pra janë ligje të pashkruara këto që secili janë pashkruar këto dhe ka ta ndishet kokoshi një thel, ndaj dhe rrugët janë të tëra gjithë gropa e gjithë hendeqe. Por mua më shqetëson tjetër gjë. Si shpjegohet që asnjë nga media, asnjë nga gazetarët nuk shkon te Spaku dhe të kërkojë llogaritë. Zotore, ju zotëritë e Spakut, ju keni vënë për të hetuar dhe për të zbuluar vjedhjet parat ku shkoj, parat, sa para e vjedhur. Po merreni tërë ditën, tërë mëngjes deri në darkë, Spaku merret ku vajtën parat, kush ato tender, kush i mori tender, sa tendera mori, sa mori pilani. I mori me mik, i mori pa mik. Zotëri, u drejtojmë juve të Spakut. Pse nuk ndiqni paran ku shkon paraja? Pra, ju thoni avokat që lëreni procedurat, po shikoni lekët ku vajtën, ndiqni lekët. Lekët ku kanë vajtur, se procedurat s'më interesojnë mua si qytetar, mua më intereson ku janë lekët. Kush i ka marrë parat, kush i merr, ku shkoi. Dhe ku janë, se deri tani janë të deklaruara dhe nga Spaku sipas kolegëve tuaj, 1 miliard e 200 ca milion euro të vjedhura. Pse nuk merret me këto Spaku, po merret me tenderat? E di unë pse nuk merret. Se pyetja është retorike. Unë pra të pyetje që bëj kam dhe përgjigjen unë. Ndërsa ata që duhet përgjigjen nuk do përgjigjen kur. Dhe ata që duhet përgjigjen janë prokurorët e Spakut. Nuk bëjnë asnjë hetim për parat sepse u shmbyllur goja dhe u thënë nuk do prekni parat fare, do merreni me anësorët, me procedurat, jo me parat. Pra, po të merreni me parat do dalë hajduti kryesor, hajduti do dalë Alibaba me 83 hajdutët, që janë për 83 tani. Kush është Alibaba, avokat? Edi Rama, unë të thash. Alibaba është Edi Rama, ai vjedh parat, ai merr parat, ai tek ai shkoi. Shkoi. Ai nuk firmos për ministra, ata firmosin vetë. Ai shkretis ligja, ai vetë kështu i bërë ato firmat, ai dhe zdi një fare se çfarë bëjnë ata. Ai s'ka haber fare, ama di shumë mirë që në emër të tij janë depozituar 2 miliard e 500 milion euro në llogaritë offshore, në këto mirëse. Kush e tha këtë, avokat? Shtypje, sa më shikoj se ke të pamfletje ke gjithandej. Unë nuk i them nga vetja, se unë nuk kam bërë inventar të tyre bankave offshore. Pra, dhe nuk po ndjet me njëri, u tha një fjalë dhe e mbyllur, nuk flasin më, pse se Edi Rama ka mbyllur gojën të tërëve. Vetëm për para mos flisni, ka thënë, flisni për çfarë doni, thuajni që nuk është bërë procedura në rregull, nuk është bërë ajo në rregull, ka shkelur aty, ka devijuar aty, po këtë Allah e bosh që nuk i hyn punë qytetarit. Qytetarit i hyn punë faktik, ku janë parat. Ku janë parat e djegësave, të inceneratorëve, ku janë? Pra, avokat, për ta thënë në thjesht në këto 6 vite të Spakut, nuk ka kthyer në gjykimin tuaj lekët që janë vjedhur. Asnjë qindark. Asnjë qindark. Në një kohë që kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar miliona, qindra milion, deri 1 miliard e ca euro vjedhje. Me këto s'merret Spaku fare. Merren me e thash, mos e përsëris. Merren me tendera turp për media. Turp për kolegët tuaj. Megjithatë, avokat, jo për të bërë avokatin, po tani kryeministri nuk do kontrollojë lloj tenderi, sa tendera bëhen për rrugë dhe për më thet thash, në drejtori të caktuara. Ai merret me politika, besoj. Edhe një herë se u ktheve, edhe ti vajte te tenderat. Jo,
me të ndërët ndash mos merret, nuk na prish punë fare, nuk na hyn punë, as e llogarisi fare, as na intereson. Të merret me parat, ku vjen parat. Ministrat e financës japën llogari ku i kanë çuar parat, ku t'ja kanë dhënë dhe ku janë shpenzuar parat. Ka që thjesht është. Ndiq paran, thot ai, si thon anglisht, follow man, man. Po, ndiq paran. Follow money. Ndiq paran. Pse se bëjnë këtë? Se parat do vetë, po ndoqë parat do vetë se kryeministri